Mirë, jemi rikthyer në studio, ne do të flasim për zgjedhjet në 5 bashki të vendit, konkretisht në Vlorë, Berat, Matë, Sërrik dhe Tepelen, ku 13 kandidat garuan për drejtimin e këtyre bashkive. Por çfarë ndodhi? Le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të gjithë zhvillimeve. Nga mbi 334.000 qytetar me të drejtë vote, vetëm 50.469 dolën në qendrat e votimit. Pra pjesëmarrja në këtë rast shkoi diku tek 18%, ndoshta pak më shumë se kaq, por gjithsesi mbetet në 18%. Rekordin pozitiv për pjesëmarrje e mbajti Mati me gati 40% pjesëmarrje, ndërsa Vlora rezultoi edhe më pasivja me vetëm 12.5%. Në Tepelen votuan 34.6%, në Sërrik 25% dhe në Berat rreth 20% e zgjedhësve. Për herë të parë, KQZ publikoi edhe të dhëna sipas grupmoshave dhe duket se më të moshuarit ishin më të angazhuarit në këto zgjedhje, ndërsa sa i përket grupmoshave të reja, fatkeqësisht duhet thënë se thuajse ishin të papranishëm në zgjedhjet vendore të 5 bashkive të organizuara një ditë më parë në vendin tonë, konkretisht Vlorë, Berat, Matë, Sërrik dhe Tepelen. Procesi në vetvete kaloi qetë pa problematika. Ndoshta kishte ato problemet e zakonshme që ishin pikërisht vonesat në hapjen e qendrave dhe pak probleme me komisionerët e opozitës, por në përgjithësi kaloi pa tensione. Deri më tani kemi rezultatet e para të cilat le të themi kanë qenë në një lloj forme të lexueshme që më herët, duke parë edhe historikun e të gjitha këtyre bashkive. Do të diskutojmë mëngjesin e sotëm me dy të ftuarit që kam për këtë temë, konkretisht analisti Endri Tafani. Zoti Tafani, mirëmëngjes, mirë se erdhët, dhe eksperti i pushtetit lokal, zoti Agrona Çimali, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Zoti Tafani, unë po e nis me ju, nga pjesëmarrja. Kjo ka qenë një nga gjërat më të rëndësishme dhe që ka pasur vëmendjen më të madhe të gjithëve. Po t'i marrim të gjitha 5 zgjedhjet e fundit vendore, të pushtetit vendor që janë organizuar në Shqipëri, kemi një rritje të pjesëmarrjes vetëm në vitin 2021 në mos gaboj, vetëm ta shoh për konfirmim, dhe të gjitha vitet e tjera më tej janë me rënje. Po, rritja e fundit që shënuar është në vitin 2023 nga zgjedhjet e vitit 2019. Çfarë po sinjalizon qytetari shqiptar me këtë indiferencë ndaj një procesi ku ka të mundur të shprehë vullnetin e tij të lirë? Po, normalisht, ajo që të bie në sy, domethënë është diferenca e madhe, sidomos në qarkun ose në bashkinë e Vlorës, domethënë, në të cilët kemi një pjesëmarrje që është realisht e ulët. Dhe pavarësisht se shifrat aty janë çiksi, pra pak ndryshe nga ajo që është realiteti, sepse ne vazhdojmë akoma që kemi emrat e personave të cilët nuk janë në Shqipëri, pra ai që është 12% që aty normalisht nuk është 12%, po është 25% ose diçka më tepër, sepse gjysma e banorëve nuk janë më aty. Dhe kjo tregon domethënë edhe një herë se sa eficient është shteti shqiptar, domethënë që ketë atë paktën ligji për rezidencën, ligji për gjëndet civile i cili nuk zbatohet ashtu siç duhet zbatuar, dhe shteti vetë nuk kryen detyrimin e tij minimal që të regjistrojë popullsinë që ka në qark apo që ka aty. Dhe minimumi që mund të bëjë shteti është që të zbatojë paktën këto që janë teknikalitetet e ligjit, dhe as atë nuk e bën. Dhe fakti është që tashmë është krijuar përshtypja e njerëzve që asgjë nuk ndryshon, shteti nuk ka për të punuar, si të shkojmë, si të votojmë, si mos votojmë, nuk është se ka një diferencë. Një lloj pesimizmi i ngritur tek qytetarët, pak në këto bashki. Duhet thënë që se duhet parë ato që janë qytetet kryesore. Domethënë, unë nuk pres ndonjëherë që të vijë ndryshimi në Shqipëri nga, me gjithë respektin e madh, domethënë e Matit apo të Sërrikut, që janë bashki të vogla. Nuk pres ndonjëherë që ndryshimi të vijë nga qytetet e vogla, ndryshimi vjen nga qytetet e mëdha, edhe për mënyrën Vlora është një dhe Vlora është tregues shumë i qartë i kësaj neveritje që ka të bëjë me këtë klasë politike. Vlora nuk duhet harruar që edhe zgjedhjet e kaluara në 2023-shin, Vlora ishte në rangun e 25%, dhe 37% ishte, po themi, gjithë mesatarja e pjesëmarrjes në gjithë Shqipërinë, Vlora ka qenë 25%. Kësaj radhe Vlora vajti në 12%. Gjë që tregon që në ato që janë sidomos qytetet e mëdha, ndihet më shumë kjo
si thua është një farë mënyre rebelime apo neveritje ndaj partive kryesore, themi atë që është, sepse në atë rast kishte vetëm partitë kryesore. Dhe rasti i Vlorës është ai që mendoj që duhet na bëjë që të mendojmë më tepër për mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Një këmban alarmi për të na rikujtuar që mbase duhet ta rimendojmë edhe një herë gjithçka që bëjmë. Doja një koment edhe nga ju, zotja Xhimali, lidhur me mënyrën se si e lexoni në fakt këtë pjesëmarrje të ulët. 65+ ka qenë edhe në këtë pjesëmarrje ata që votuan më shumë në zgjedhjet e dieshme, ndërkohë që të rinjt mund të numërohen, kam përshtypjen edhe me gishta në këtë rast. Po, të rinjtë edhe kanë ngelur me gishta në Shqipëri, nuk është se kanë ngelur shumë të rinj. Kasi ne kemi ngel me gishta gjithë më duket, po shiko, lajm shumë i keq. E trisht shumë edhe në vitet më të vështira në 97-ën, që ishte një periudhë shumë delikate, në periudha që kishte zgjedhje, qytetarët angazhoheshin. Edhe në komunat më të thella, kur bëheshin zgjedhje, kishte një pjesëmarrje shumë më të lartë. Sot janë zgjedhur 5 kryetarë bashkisë, që po të bësh një krahasim fare thjesht kanë aq vota sa dilte një kryetar komune në periferi, se po të merresh këto kryetarët e komunave këtu në rrotull Tiranës, ato merreshin ka 15.000 vota. Megjithatë, vonë në darkë Instituti për Bashkitë ka bërë një përmbledhje nga vëzhgimet në teren, dhe çfarë na ka rezultuar, pse kemi këtë lloj pjesëmarrje. Janë pyetur njerëzit në mënyrë të thjeshtë dhe kolegu tha, na ka ra besimi, qoftë tek bashkia po dhe tek qeveria. Tek loja bashkisë në fakt është shumë tipike dhe unë kam thënë edhe herë të tjera në studiun tuaj, fakti i sjelljes së qeverisë, i kryeministrit me bashkitë, do hiqe këtë zgjidhe këtu, këtë ta bojo atë gurin ma ve jeshil, këtë gurin ma ve blu, këtë rrugën hape këtu, e zhvlerësoj kryetarin e bashkisë, institucionin e bashkisë, këshillin bashkiak, aq shumë sa që qytetarët tash nuk kanë asnjë moral, asnjë dëshirë për të zgjedhur kryetarin. Pra nuk kanë më besim tek pushteti vendor. Po i zgjidh tjetër kush problemet. E dyta, duhet pranojmë faktin e dominimit politik në këto, le të themi, në këto 5 bashki, përfshi Matin që ka qenë më ndryshe, 5 bashki tjerë kanë ruajtur status quo-n, janë Parti Socialiste, ngelën Parti Socialiste. Në fakt edhe në zgjedhjet e kaluara janë të majoratës. Interesante është dhe fakti që konkurenca, pra ishin 5 bashki, 13 kandidat. E vërteta është që nuk dëshmuan konkurrencë dhe leadership, kur them agresiv, Opozita nuk ishte asnjë kandidat, përveç se një kandidat i mbështetur nga opozita që vinte si kandidat i pavarur. Po dhe kjo ka ndikimin e vet negativ. Element tjetër është faktori social dhe ekonomik ky emigrimit, se thatë ne përmendim të rit, por mos harrojmë që tash po shikojmë tendencat e fundit, po hikin dhe mosha që janë më ndryshe, në fakt janë më të rritur, dhe kjo po përbën një problem jashtëzakonisht problem në pjesën më të madhe. Po, ajo që na ka është vënë re, pra nga vëzhgimit, është edhe mungesa e komunikimit, ato pjesa e PR-it apo njoftimeve në përqendrat e votime. Nuk kemi pasur një fushat zgjedhore. Po dhe kjo e ka dëmtuar në fakt, edhe pse unë i përkas faktit që kam qenë gjithmonë kundër që bëhesh fushat qoftë lokale të përgjithshme apo të pjesshme, që të shkonte gjithë qeveria, parlamenti, gjithë opozita të shkonin të rinin në 1 javë, 2 javë në himar për një bashki me 3.000 banor. Në vendet e zhvilluara, kudo në fakt zgjedhjet lokale janë lokale, sfidat janë midis konkurrentëve atje, jo midis konkurrentëve këtu në Tiranë. Po kjo mund të ketë dëmtuar pjesëmarrjen, por institucionet tjera publike, KQZ-ja, ka një rol për të ftuar qytetarët, për të informuar në kronikat e juaja, pash që në tragjas qytetarët nuk dinin a kishte zgjedhje dje në zonën e tyre. Kjo është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Për ta përmbyllur, nuk ka asnjë lloj gëzimi përfitore. Ne duhet na shqetësoj gjithë ky nivel pjesëmarrje. Plotësisht dakord me treguesin
me 8, sa ishte 18 pikë pra me... Mund t'jetë... Vlora për shumë që 12%. 12, po jo, skandaloze. E vërteta është, ju e thatë, listat janë formuluar me bazën e regjistrit gjendje civile, por realiteti nuk është... Jo, nuk është aq. Aty do të jetë, për shembull, po themi është e 25%, sepse që gjysma janë jashtë, po të kapim parasysh raportin në Shqipëri se gjysma e banorëve jetojnë jashtë vendit tashmë. Normalisht nga 12% kalon në 24%. Po, pra pjesëmarrja dukshëm është më e lartë. Po prap, 1/4 është... Shumë është për gjitha të Vlora ka 170.000 banorë, po të marrë Tepelenën, që ka rreth 7.000 rezident. Aty nuk e di sa është rezultati, sa është ndarë ndërmjet tre kryetarëve. Duhet të shohim përditësimin nga KQZ-ja. Ja kërkoj regjistë më ndihmoj me përditësimin nga KQZ-ja, ndërkohë që Zita Fani, kjo duket si një situatë që nuk ishte asgar politike. Pra, jo vetëm qytetarët, po edhe sikur partitë politike nuk është se kishin marrë shumë seriozisht nuk e kishin marrë shumë seriozisht zgjedhjet në këtë rast. Nuk ishte as fushat, as një gardë vërtet politike. Ndërkohë që shohim Tepelenën, pra kemi kandidatin e propozuar nga zgjedhësit 928 vota, 22.15%, dhe kandidati Partisë Socialiste të Shqipërisë, Gramoz Sako, 3.261 vota, 78.85%. Këto janë edhe rezultatet e Tepelenës. Aty ku numërimi është bërë me inteligjencë artificiale. Në 7.000 rezident, në total sa dilin të ashti? 4.000. 4.000, po duhet jenë pak më tepër rezident, sepse normalisht pjesëmarrja ishte diku te rreth 30%, 37-38%, e tipit tillë. Pra, rezident janë diçka më shumë, por në total është problem pjesëmarrja. Për të vijuar me pyetjen. Shiko, po, është më se evidente, domethënë se ti rikthejmë kësaj, nuk prezgjen në qytetet e vogla, sepse qytetet e vogla, për ata që nuk kanë idenë e bashkive, janë të falimentuara. Në Shqipëri, po ndodh tërheqja e gjithë popullsisë në drejtim Tiranës. Dhe ekonomia në rrethë është e falimentuar. Ekonomia dhe demografia. Tirana është i vetmi qark që ka rritje popullsie, 1% ose diçka e tillë. Gjithë të tjerat janë me minus. Që të gjitha. Ti ke Korçën që po praktiset masivisht. Do të shkosh rrugët Korçës, nuk gjen njerëz. Ke Shkodrën që po të praktiset. Ke Vlorën që po të praktiset. Dhe po flas për qytete që janë qytete realisht, do të thënë, janë qytetet kryesore të Shqipërisë. Dhe janë që gjitha duke bëshatisur, ose duke vajtur jashtë vendit, ose duke ardhur në drejtim Tiranës. Dhe këto bashki siç janë edhe Tepelena apo vende të tjera, janë bashki në të cilat po falimentojnë, kanë falimentuar ekonomikisht dhe mbajnë vetëm nga transfertat e pakushtëzuara të qeverisë. Nuk mbajnë me fondet e veta. Që do të thotë, kur ti bën fushat elektorale dhe thua ujë, drita si që janë në Shqipëri se këto kanë ngelur, e kupton? Edhe për këto është, tani janë lodhur njëse as ato si kërkojnë më. Çfarë do të thuash? Ti normalisht ti do kërkosh, po themi fonde nga shteti. Fonde nga shteti, pse sa po i fitoi zgjedhjet. Dhe është për 4 vite mandatit, domethënë është fillim mandatit vet. Kështu që askujt nuk i intereson tashmë edhe të ketë një forcë të kundërt politike, edhe për faktin se siç bëhet në mënyrë në Shqipëri, domethënë që je i forcës kundër edhe nuk t'jap fonde. Siç i ka ndodhur për shembull Bashkisë Vlorë, kur ishte Bashkisë së Shkodrës, kur ishte Voltana Ademi, që nuk mbahesh, domethënë qeveria praktikisht e pezulloi Shkodrën. Derisa e çoi në atë pikë që pastaj shkodranët e votuan PS-n. Pra, nuk prezgjen nga qytetet e vogla dhe nuk është ndonjëherë analiza e qytetet e vogla nuk është ajo që tregon problematika, po themi më të thella të mënyrës se si është ajo që është sjellja e elektoratit. Të rikthehemi në krahun e Vlorës, sepse Vlora më intereson më tepër. Domethënë ajo po, sepse aty është pjesëmarrja më ulët, është bashkia më e madhe nga gjitha ato që janë organizuar zgjedhjet. Sepse njerëzit nisen fitoi PS me 80%. Okej, fitoi PS me 80%, po. Në 2023-shin PS ka marrë 28.000 e ca vota, tani ka marrë 15.000. Janë 13.000 vota më pak. Ka rënje me 30%. A mund t'i lihet edhe faktit që këto janë zgjedhje që sigurojnë një mandat shumë të shkurtër deri në 2027, një vit e gjys është mandati. Po ka diçka që ka në Vlorë, që po ndodh në Vlorë.
Vlora ka qenë ullët edhe në 2023. Trendi është problem në këtë... Dhe trendi në Vlorë është që në qoftë se në gjithë, po themi, në gjithë Shqipërinë, ka qenë pjesëmarrja 37, në Vlorë ka qenë 25. Pra ka qenë ullët dhe atëherë, me gjithë mobilizimin e madh. Jo vetëm për zgjedhje lokale, por për çdo zgjedhje të organizuar në Shqipëri, Vlora ka qenë ullët. Vlora, për shembull, nga 28.000 ca që votuan, po themi, kryetarin e bashkisë që përpara, tashmë kanë vajtur në 15.000, ka rënë me 13.000 vota. Ka rënë me 1/3 e votave, vetë PS-ja. Pavarësisht se duket bukur sikur është, po themi 80%, praktikisht ka rënje. Dhe rënja pastaj ndodh, themi prapë vëzhgimi që nuk ka besim tek politika. Pse nuk ka besim tek politika? Po edhe politika është e tipit tillë që nuk mendon fare për qytetarë. Për shembull, u bën zgjedhje e përgjithshme. Atëherë kush është ligji i parë që kalon në parlament? Ligji për gjini. Okej. Kjo ka pra ti nuk është prioritet as pak në domethënë nuk është në gjithë ato prioritete që ka Shqipëria, gjithë ato situata ekonomike të tjera, kush është ligji për gjinin? Domethënë e mendonte njëri kur votoi në maj që ligji për gjinin ishte njëra gjërat e para që duhet bënte qeveria? Jo. Kush është tjetër që po flitet? Propozoi publikut se tani këtë për çfarë po flitet tjetër? Për reformë që thon do ndryshojmë kushtetutën. A foli njëri? Nuk foli njëri në zgjedhjet e 11 majit për kushtetutën. Ti tani thot do bëjmë kushtetutën, do bëjmë senator. Besimi qytetar. Po normal, sepse unë t'jap votën për tjetër gjë dhe ti kur shkon në qeverisje bën çfarë ke në kokën tënde. Bile as ato që më ke thënë fushat nuk e marr vesh që nuk i realizon, po të paktën bëj sikur punon për ato tema. Dhe të pyesja pak zotin Haxhimali, se e përmenda më herët që ky është një mandat shumë i shkurtër, një vit e gjysmë deri në zgjedhjet e radhës vendore që do të organizohen. Mandati kaq i shkurtër. Sa kohë do t'u jap këtyre kryetarëve të rinj të bashkive, të 5 bashkive, që të bëjnë një punë të mirë, realisht edhe të shërbejnë qytetarëve, po më shumë me skepticizëm zotit Afani, do doja ta merrja komenti, po më njëherë pas përgjigjes së zotit Haxhimali. U përmendu dhe me drejt në fakt, qytetarët mendojnë nuk vajten sepse menduan që pesha e votës së tyre nuk është për një periudhë kaq të shkurtër, po është për një periudhë 4 vjeçare. Është mësuar me këtë kulturë dhe nuk është gjë e keqe në fakt kjo, edhe pse unë jam kundër të qenit indiferent. Mendoj që duhet të jenë më proaktiv qytetarët shqiptar, gjithë ne si shoqëri, sepse tash këtë situatë nuk duhet ta kaloj topin me fajsu as maggiorancën, as opozitën, ato i kanë ato kusuret e veta, po duhet ta shikoj si një problem kombëtar. Kthehemi se çfarë do bëjnë kryetarët. Shiko, kushtetuta i ka përcaktuar njësitë e qeverisjes vendore, pra bashkitë si institucione të vazhdimësisë, jo si institucione të kryetarit, edhe pse kryetari shumë i rëndësishëm, por bashkia aty është strukturat, aty janë këshilli. Po nuk funksionon vetë bashkia pa një kryetar. Po pra nuk funksionon, është i domosdoshëm, por ajo që mendoj unë është për këto kryetarët e ri spari. Kam qenë në kontakt me disa prej tyre, i kam këshilluar. Tash është periudha që bashkitë miratojnë buxhetin. Ato pavarësisht premtimeve, se këtu tha, ato ndryshe thonë edhe në teren nuk bëjnë pastaj asgjë, ndryshojnë gjërat dhe politika qendrore dhe lokale, po të paktën është kultura keqe në fakt, se një bosh duhet ta mbajnë për hir të së vërtetës. Me ato buxhet që kanë, le i herë ta përgatisin si buxhet, se tash i duhet të miratohet brenda dhjetorit edhe të realizojnë ato investimet, të vazhdojnë të mbyllin ato që kanë detyrime i herë nga bashkia, nuk është punë kryetarë, shik njëri tjetrit se duhet zbatojnë vendimet kontraktuale. Pjesën tjetër, le ta shprehin vullnetin e tyre me vizion, mënyrën se si do ta ndajnë buxhetin për një vit e gjysmë. Por mua mendoj që këto 5 bashki, periudhën e aktivitetit tyre kanë vetëm një vit. E ky vit iku. Mos të harrojmë që viti 27 është fillojnë zgjedhjet edhe diskutimet do kandidojnë, s'do kandidojnë, një vit e kanë. Nuk është shumë, por nuk është dhe pak, me thonë të drejtën. Çështja këtu është, më tepër çështje leadershipi, çështje menaxhmentit, sa janë të aftë ato që ta bëjnë këtë tranzicionin e tyre në këtë 5 bashki dhe të krijojnë një farë stabiliteti. Nëse më lejon, mund të them që
shiko, për Vlorën, vetëm transferta për vitin 2026 nga qeveria qendrore, mbledhjen dhe vetë, ka 1,6 miliard lekë, kjo i bia forësisht në euro, nuk e di sa është euro me lekë, po i bi 1 me 1... Se në ndryshon euro ditë pas dite, nuk e dim... 16 milion, po. 17 milion, pak e shumë se 17 milion euro. Shiko, 17 milion euro vetëm të qeverisë. Pra, po të bësh i analize, si ka mundësi në Vlorë është investuar në fakt për hir të së vërtetës me gjithë këtë rilindjen urbane, ato qytetarë nuk treguan respekt ndaj qasjes që ka treguar qeveria. Po qa investime është bërse? Edhe ato treguan njërës... Unë vetëm një investim që shoh në Vlorë për shumë, është fakti që sa herë bien 2.7 Vlora përmbytet. Do më thënë, kush është investimi këtu në këtë rast? Po, shiko, ky është, jam dakord, është shqetësimi ide, po të të shërbimet publike, pastaj edhe këtë analizojnë, por në mjete financiare, shifra nuk është pak, ti themi dhe gjëra drejtë, 16 milion euro vetëm nga qeveria, pra ka dhënë para, mirë që përmbytjen e digje nuk janë stabilizuar, por çfarë duhet të theme, këte qytetari nuk e kanë ndjerë këtë volum parash. Jo, ma e kanë ndjerë qytetari, sa herë bie shqip bllokohet. Pra, në qoftë se do kishte qenë efektiv, nuk e kanë ndjerë pra efektiv, ndoshta kjo tregon edhe pjesëmarrjen e ulët, thot zotja Xhamali. Pjesëmarrjen e ulët. Kështu që Berati ka 1 miliard lekë, Tepelena 360 milion lekë, Corriku 435 milion lekë dhe Mati 588 milion lekë. Në qoftë se bëjnë llogaritmë... Mati me sa duket e kanë ndjerë pak më shumë nga tjerët. Mati si duket e kanë ndjerë pak më shumë. Pra, po të bëjmë këtë aritmetikën, bashkit nuk kanë ngopje me para asnjë institucion, por në raporte me popullsinë nuk është niveli ka një progres. Në raport me sa këto para transformojnë jetën ekonomike, sa këto para hapin vende pune, gjenerojnë vende pune, ekonomi lokale, mbajnë të rritë që mos largohen, kjo ka një pikpyetje shumë të madhe. Çfarë do thotë për ta mbyllur? Që kjo para është dhënë, kjo para nuk ka krijuar asnjë komoditet social dhe ekonomik në të pesta këto bashki dhe qytetarët e reflektuan me mos pjesëmarrje. Mos pjesëmarrjen e tyre. Paraja nuk është dhënë. Jo, nuk mendoj që paraja është dhënë. Në kuptimin që qeveria, siç e ka nxjerrë nga një xhep, e ka futur në mënyrë korruptive në xhepin tjetër, domethënë, sepse po t'ishte që t'ishte dhënë, Vlora nuk do përmbytej. Pra, kapim raste më të thjeshtë Vlorës. Shkurt është vepruar në baza klienteliste në kuptimin e dhënies së tendrave, siç e dim fatimisht në Shqipëri, domethënë. Dhe kjo është pikërisht ajo, duket sikur janë dhënë, po fatikisht nuk janë dhënë. Dhe ajo që është më kryesore është fakti i gjendjes ekonomike. Vlora është pak më ndryshe sepse ka turizmin dhe mund ta mbaj veten, por qytetet e tjera nuk e mbajnë dot veten. Asnjëherë për qytetet e tjera nuk e mban dot veten. Edhe kur u bër një nga arsyet e reformës, po themi për lokale për sa i përket administrimit, domethënë, ka qenë arsye që shumë komuna në atë kohë e tjerë nuk e mbanin dot veten dhe u mundua që duke i sjellur një njësi më të mëdha, mund të ishin ca forma më me eficiencë ekonomike. Gjë që nuk rezultoi për hir të së vërtetës. Gjë që nuk rezulton sepse ishte e gabuar që në fillim koncepti. Këtu nuk rezulton sepse mënyra se si po ndërtohet struktura ekonomike e Shqipërisë, e cila bazohet kryesisht tek ndërtimet që po bëhen në Tiranë, që një pjesë e tyre edhe të financuar edhe me para të pista, po prish atë që është strukturën ekonomike në periferi. Po grumbullohet gjithë aktiviteti ekonomik në Tiranë, kryesisht sektorin e ndërtimit. Edhe Bashkia e Tiranë është problematike, sepse Bashkia e Tiranë po mbahet vetëm në taksa e infrastrukturës. Në momentin që ndalon infrastruktura, Bashkia e Tiranë nuk mund mbaj më... Do ketë mungesë të ardhur. Do jetë në falimentim të Bashkia e Tiranës. Se jemi në minutat e fundit të intervistës, një pyetje që u drejtoi të dyve, vetëm shkurtimisht të përgjigjet, ju lutem, si mund ta rifitojnë edhe një herë besimin e qytetarëve? Se dukshëm gjithçka lidhet me besimin në këtë rast, edhe kjo pjesëmarrje atë na tregon. Zoti Afani, çfarë duhet bëjnë këta kryetarë bashkie edhe pushteti lokal që ta rifitojnë besimin e qytetarëve dhe që në zgjedhjet e ardhshme ne të shohim një pjesëmarrje më të lartë dhe qytetarë më të përgjegjshëm që respektojnë të drejtën e tyre për të votuar. Unë personalisht nuk pres ndonjë gjë, domethënë nga fakti tregon që edhe ata që janë, po themi, i referohem shpesh Vlorës, se u bë, domethënë, si temë
monokromatike, domethënë, po fakti është që njerëzit e kanë humbur besimin. Dhe nuk ka asnjë gjë që mund t'i ngjallë besim si nga PS-ja, si nga PD-ja. E vetmja gjë që mund të bëhet është nëse do dalin forca të reja që për fat keq kësaj radhe nuk u aktivizuan, e filluan me vonesë, dhe fushatën e filluan me vonesë. Për shembull, ti e di në momentin që dha se Vlora nuk dihej që do kalonte në zgjedhje, të tjera dihesh bashkitë e tjera, por në momentin kur dha, po themi, dorëheqjen kryetari i bashkisë që ishte në Vlorë, normalisht duhet kishte filluar fushata. Ti nuk mund ta lesh për moment fundit. Dhe ti e shkon në moment fundit, sepse Vlora është qytet i madh, Vlora është, domethënë, pas Tiranës, Vlora, Durrësi, Korça, Shkodra, këto edhe Fieri, këto janë qytete të mëdha, të tjerat janë, me gjithë respektin, po nuk janë të rangut të tillë që mund të kenë impakt. Pra ti e dije që do kishe zgjedhje dhe e le në dorën e PS-s, ti caktonte datën e zgjedhjeve ku donte, le në dorën e presidentit vendosa kur do donte zgjedhjet, dhe deri në atë kohë ti fjete gjumë dhe nuk kishte asnjë strategji. Kjo e bëri që nga ana e opozitës u futën këto zgjedhje të përgjumur dhe okej, unë e kuptoj që PD-ja futet e përgjumur. Dhe dolën të fjetur, a? Dhe dolën në koma, fatikisht, po unë e kuptoj në ana e PD-s që tashmë është mpirë nervi i konkurimit elektoral. Dhe këtë po na e tregon vazhdimisht. Por partitë e reja nuk do të ishin. Domethënë ti kishe mundësi, për shembull, në Vlorë paktën të fitoje, në kuptimin e imazhit duke dalë me një kandidat në vete jashtë këtyre tjerëve. Po ti çfarë bëre? Ti dhe dy kandidatë që ishin në Vlorë, ishte një i PD-s edhe një i PD-s. Domethënë ishin dy njerëz që i vinin nga strukturat e PD-s dhe ishte, domethënë, nuk bënte as sens ai votimi. Ai ishte votim për inat, njëri nga kandidatët ishte që pse nuk vendosët i mua dhe unë po dalëm vete. Pra, po ku është pjesa tjetër e opozitës? Sepse nuk është vetëm PD-ja. S'doli askush. Okej, drejt, e drejt. Zoja Xhimali, një koment të shkurtër lidhur me pyetjen. Unë mendoj që ka nevojë për një angazhim të qëndrueshëm institucional nga gjithë makineria shtetërore, arkitektura shtetërore, ka nevojë për një angazhim të fortë të gjithë spektrit politik, të vjetër, të ri, sepse dhe këto të rit pajtohen dhe këto e patën hapësirën dhe këto përveç në Sërrik, pjesën tjetër nuk u angazhuan fare, edhe kërkojnë fush për të luajtur, edhe topin e kanë dhe nuk futen të luajnë, do të rritë spektatorë. Ka dhe i diçka në ana e strategjisë. Ti mund të futesh në Sërrik, për shembull, sepse merr këto tjerat. Njëna elementet më të mirë që kanë këto lloj fushatash, sepse janë para përgatitur për 2027-ën, është që ti të promovosh figura. Pra, ajo figurë të njëjtë publik. Pra, ishte shans për promovuar njerëz. Nuk po thot njëri që ti të marrësh bashkinë Vlorë, por ama ti nxjerr një personazh i cili nesër mund të marrë mandat deputeti. E drejt. Pra, në këtë drejtim, partitë e reja tregojnë që janë po aq miope politik sa edhe pjesa tjetër. E drejt. Jo, për ta mbyllur në fakt, unë i përkas, pra, se ne mund të kritikojmë institucionet, partitë, por me thënë të drejtën i përkasë dhe vetë ne si shoqëri edhe pse në ditën e djeshme unë kam shkruar në një artikull dhe kam thonë qytetarët treguan zgjuarsinë e tyre dhe shkëlqyen me mungesën e tyre në bojkotimin e në mos marrjen pjesë. Nuk është shumë e shëndetshme dhe ta them se i përkas i qasje tjetër, por dhe ne si shoqëri duhet jemi më të ndërgjegjësuar, pagua taksa, shko vota. E drejt. Jo, vetëm aq po duhet bërë me detyrim edhe votimi. Domethënë Greqia e ka me detyrim votimin në zgjedhjet lokale. Sepse në fakt edhe nëse ne konsiderojmë bojkot detyrimin edhe për numrin, shko për të votuar, nëse nuk pëlqen, shpallë votën e pavlefshme. Është mesazh shumë i qartë. Por thjesht marrësh pjesë. Pjesëmarrje me detyrim mundet dhe kjo tjetër me këtë kuotë që na treguan 5 bashkitë, me thënë drejtën ka nevojë. Po jo, sepse fillojnë e reinterpretojnë sipas shefit në kuptimin e. Sepse me 100% të votave apo me 12% të votave legjitime u konsideruan. Po jo, nga pikpamja ligjore, po, çështja e moralitetit se një kryetar bashkie në Vlorë do të drejtojë qytet me 170.000 banor, ndërsa vetë ka marrë 15.000 vota. 15.000 vota. Është shumë e vështirë në fakt çfarë ndje ajo në veten e saj dhe çfarë ndjen qytetarët. Zotja Xhimali, faleminderit për bisedën, Zotja Tafani, faleminderit për bisedën. Ndërkohë, miq, ju që nxitoni të shkoni në destinacionet tuaja në këtë mëngjes të së hënës, kam një sugjerim shumë të mirë, mund të porosisni Blue Taxi thjesht fare përmes WhatsApp-it dhe ju vjen në adresën tuaj. Komoditet, cilësi dhe një shërbim i cili në fund do t'ju lërë të kënaqur.